Vedesh po propozoj që numri I bursave në komunën Mitrovicës të jetë pa limit. E para edhe e dyta, rregulloria 02 thyje për 2020 e përcakton linjën 3 që në bursa të japën vetëm për studentë e fakultetit publik. Të heqet fakulteti publik, të shtohet, po mendoj të jetë fakulteti publik, të shtohet edhe fakulteti privat, po ashtu të jetë viti I parë master dhe doktoratura. Dhe të ndahet një numër I bursave për doktoraturë edhe master. Dhe për komunitetin ashtu siç ka qenë. Në lidhje me propozimin e fundit rreth idesë që kemi një propozim I cili nuk është bazuar në legislacion dhe në rregullore, kjo nuk ka logjik, për shkak se nuk mundesh me propozu diçka që vjen kundërshtim rregullave. E para, e dyta, na jena përcaktuar që çdo vendim edhe çdo shpenzim me pas duke zbatuar lishmërinë, procedurën, aspektet administrative, por edhe planifikimin buxhetor. Nuk mundesh me propozu me dhënë burca pa limit. Për shkak se ajo nuk ta krijon ndjesinë e rregullit në institucion, por kuptimin unë e kuptoj tash posaçërisht prizmin opozitor që të thonë edhe me ndojnë mirë në opinion të këtëri që të në dhënë bursa pa limit, por nuk kam qeverisje vendime pa limit. Çdo vendim do të pas limitin edhe çdo çështje do të më qenë e përgatitur. Sa I përket numrit të bursave, krahasim me vite të tjera, do të thotë ne kemi një numër më të madh bursave që do t'i japim studentëve. 350 bursa do t'i japim këtë për studentë, nga 300 sa kanë qenë vitin paraprak. Dhe përveç se rritet numri I bursave për studentët, rritet edhe vlera për krajës, nga 600 e diçka sa ka qenë në 720 ose 20% rritjes e vlerës së krajës për studentët.